Tani, zoti ministër, ju mendoni se më bënd një nder mua duke ardhur tu? E parashkon kushtetuta, zoti ministër. Ti nuk mund të pretendosh që të kesh gjitha privilegjet e të qenit ministër, të kesh pushtet pa fund dhe mos vish t'japësh llogari. E dini që legitimiteti juaj buron nga ky parlament? Vini tani dhe thoni, unë erdha këtu dhe ti më kritikon. Po si çfarë prisje ti, zoti ministër? Të dëmburja unë? Unë jam këtu për të kritikuar. Jo se do të shpik kritikën, por se nëse ka një vend dhe një sektor ku duhet të ngrëm kritikat, i themi gjërat troç siç janë, pavarësisht se ministrit i mbetet qefi, është pikërisht puna që bëni ju. Tani unë nuk ju përmenda, unë thash vetëm të vërteta, ju pëlqejnë apo s'ju pëlqejnë, janë të vërteta. E gjithë Shqipëria këtu, e di e gjithë Shqipëria, vetëm ju nuk e dinit, që Tirana është e mbytur nga call centerat Forex që mashtrojnë në shtetasit e huaj. E di gjithë Shqipëria. Tani më lexon mua se çfarë thot ministri i Brendshëm. Mos ngatëro diplomacin, zoti ministër, e thot Grateri. E dini kush është Grateri? E dini kush Grateri? E thot Grateri që nuk është e tepër të thuash që Shqipëria është një narkoshtet. Nuk e them unë. Si përfaqësues i opozitës, si deputet i opozitës. Grateri. E thot Grateri. E dini kush është? Është prokurori antimafia. E kuptoni? E thot ai se them unë. Që krimi shqiptar, krimi dhe trafikantët shqiptar operojnë nga Shqipëria. Nuk e them unë, jo, mua të pëlqej, po si mor do më pëlqej mua? Po si mor do më pëlqej mua? Unë jam, më fal, mua do më pëlqej, po si mund ta thuash gjë ti, pse duhet të më pëlqej mua? Po pse ti më fal, ti që mon të vërtetën, ti e do shumë Shqipërinë, prandaj po e lë krimin e organizuar që të operojë dhe veprojë, se e do shumë Shqipërinë, këtë po më thua, dhe unë që e kritikoj, unë nuk e dashkam Shqipërinë. Mua më bëhet qefi, unë fërkoj barkun unë. Dakord? Kurse ti që lejon krimin organizuar, që je kthyer aty në një fasad, sepse mos të vi keq, kjo është e vërteta. Nuk është e vërteta, nuk do të vi keq. Ky është fakt. Që s'ke asgjë në dorë, sepse në Forex është i përfshirë vllai i kryeministrit, nuk e them unë, e thon mediat e investigative të respektuara, që morën policin tuaj, e morën për dore dhe ju quan ku kryej ky aktivitet dhe ju praktikisht qa bët dekonspiruat operacionin, nuk gjetën asgjë. Dhe ku e bën? E bën në dy kullat më të rëndësishme të Tiranës. Po si mund vish të thuash tani ti që jo po ne dashkemi Shqipërinë, se kritikuam ty, se ti je Shqipëria ti. Përfundon zhvillimi i interpelancës, vazhdojmë me diskutime për çështja e jashtë rendit ditës. Zoti Kliti Hoti, jeni regjistruar për të folur për çështja e jashtë rendit ditës. Të përgatitet zoti Gendi Lakollari. Zoti Hoti, keni fjalën. Zoti Hoti, keni fjalën, ju lutem. Ju lutem se ka qenë dhe ditë goxha e lodhshme. Sepse e marrë si për një mision shumë të vështirë. Nuk i pason do Mirë mbrëma. Zoti ministra, mund të bëj pyetje? Jashtë kompletisht saj. Jo, nëse s'ka lidhje me interpretacin. Jo, nuk ka lidhje. Zoti Shehaj, ju lutem, zoti Shehaj.
Zoti Sheaj, S'ka lidhje. ju lutem, S'ka problem. Zoti O Zoti Sheaj, ka mundësi të uleni ju lutem, Zoti Sheaj. Zoti Sheaj, ka mundësi ju lutem, Zoti Hoti, keni fjalën. Atëherë mirë ju lutem, mbrëma. koleg. Zoti Sheaj, ju lutem, ju tërheq vëmendjen për prishje të qetësisë në sallë. Zoti Sheaj, ju lutem, Zoti Sheaj. Zoti Sheaj, në bazë të nenit 64.1, po ju t'jap vretje, Zoti Sheaj, ju lutem, mos abuzoni me tolerancën. Jeni ndër deputetët e vetëm që abuzoni me tolerancën dhe i shkaktoni kolegëve të gjithë që janë këtu ndotje akustike. Po. Ju lutem, Zoti Hoti keni fjalën. Të nderuar qytetarë, të nderuar kolegë. Sot kam dorë një analizë, që është një analizë laboratorike, që është mostra për cilën kam marrë vetë në lumin Buna dhe është kryer në laborator mikrobiologjik. Është analizë laboratorike sipas standardit ISO 9308 e datës 14 maj, pra e sotme, rezultati e sotëm, dhe është firmos nga specialistët e teknik laboratorit. Rezultati është rënditës. Në ujin Buna janë evidentu 1100 CFU, që do të thotë Colony Forming Unit, për 100 ml Escherichia coli, ndërkohë që normal e juar është 0. Escherichia coli nuk gjendet në natyrë, ka vetëm një shpjegim, ujërat e zeza dhe kanalizimet e qytetit derdhen direkt në lumin Buna. Çfarë do të thotë? Peshkatarët rrezik infeksioni, për turizmin, noti, kajaket, kanoet, janë të ndaluara sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Peshku i kapur mund të jeni kontaminuar dhe fëmijët që luajnë aty kanë rrezik infeksioni. Shkodra ende nuk ka një implant funksional për trajtimin e ujërave të zeza dhe si pasojë sot nuk janë ma vetëm të dukshme me sy, po janë të dokumentuara dhe shkencërisht. Dhe ndërkohë që kjo është gjendja reale e Bunës, për liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna flitet më shumë në propagandë në Facebook se sa masa konkrete për mbrojtjen e tyre. Ndërkohë, realitetin terren dhe raportet shkencore tregojnë një situatë gjithnjë e shqetësuese. Sot liçeni i Shkodrës dhe Buna po humbasin biodiversitetin e tyre me ritme alarmante. Në planin e menaxhimit të vitit 2012, pra 14 vite përpara, evidentoheshin rreth 58 lloje peshqish në këto ekosisteme. Ndërsa monitorimi më i fundit i realizuar nga Universiteti Ljubljanës ka vetëm 18 lloje peshqish ose specish. Kjo do të thotë se kena humbur në 14 vite 40 lloje specish. Ky është një sinjal alarmi për gjendjen ekologjike të liçenit dhe të lumit Buna. Po ashtu, raportet tregojnë se në ujërat e liçenit dhe të Bunës janë evidentu 18 komponent ndotës, ku 12 prej tyre rezultojnë mbi normat e lejuara të cilësisë së ujit. Pra, kemi një ndotje serioze të ujrave me pasojë direkte për ekosistemin, për peshkatarët, për turizmin dhe për shëndetin publik. Bazeni i liçenit vazhdon për më mbush me mbetje plastike, me shkarkime të pakontrolluara dhe me degradim të habitateve natyrore. Në të njëjtën kohë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, peshkimi i paligjshëm dhe gjuetia pa kriter vazhdojnë pothuajse pa kontroll. Pra, me generator, tani me inverter, që mbyt çdo gjallësë në perimetrin prej 1 metër katror ku ai realizohet, ku implementohet. Mungon monitorim serioz në terren, nuk zbatohet siç duhet memorandumi për mbrojtjen e liçenit dhe vazhdon të mungojë një strategji e qartë dhe afatgjatë për mbrojtjen e këtyre resurseve. Ndalimi sezonal i peshkimit është një masë e nevojshme, por nuk mund të përdoret si propagandë, ndërkohë që pjesën tjetër të vitit liçeni mbetet krejt pa mbrojtje reale. Nderuar kolegë, sot kërkojnë ndërhyrje urgjente për ndalimin e ndotjes së liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna. Zbatim të plotë të planeve të menaxhimit dhe marrëveshjeve ekzistuese, si dhe përfshirje në universiteteve, ekspertëve dhe organizatave mjedisore në monitorimin dhe mbrojtjen e këtyre ekosistemeve. Kërkoj monitorim të vazhdueshëm shkencor dhe publikim transparent të dhënave mbi cilësinë e ujit dhe biodiversitetin. Liçeni i Shkodrës dhe Buna janë krenaria e Shkodrës, janë pasuni kombëtare, po janë edhe pasuri europiane.
Ato nuk ka nevojë për propagandë. Realisht kjo propagandë po na mbyt. Dhe realiteti është krejt tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Fillimisht doja të ngrija një shqetësim për zonën e Kasharit, ku prej kohësh tani më është shkatruar e gjithë rruga që çon nga Top Channel e deri në fund, dhe qytetarët atje s'kan as nga kalojnë. Po të marrësh një makinë, ta çosh atje 2 muaj, 3 muaj duhet ta lesh në servis. Dhe krijohet një trafik i tmerrshëm, ndërkohë po e njëjta zonë, që siç besoj dhe ju e dini shumë mirë, kanë një numër të madh punonjësish, të cilët shkojnë tek ato kompani, fabrika që janë edhe në autostradë, dhe nuk kanë as mundësinë e mbikallimit, se edhe nga ana tjetër po bëhet një rrugë. Rrugët bëhen për t'i lehtësuar jetën qytetarëve dhe jo për t'ia nxirrë atyre. Një pikë e dytë që dua të ngrej, një shqetësim i cili më ka ardhur nga shoqata Pllumbat e Postës 2003, të cilët janë bllokuar në dogana. Sipas tyre, sipas shoqatës, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar u ka dërguar një shkresë doganave ku këshillohet që aktivitetet ndërkombëtare të lejohen vetëm për subjekte të regjistruara pranë federatës. Ndërkohë kjo është një shoqatë e cila prej vitesh e kryen këtë sport dhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete ndërkombëtare, qoftë këto në Ballkan apo qoftë këto në Europë. Ndërkohë sot ata janë të bllokuar në Qaftan dhe sot sot ishin dhe në një protestë pikërisht aty për të kërkuar një ndihmë që t'i gjejmë një zgjidhje, një shoqate që prej vitesh operon në një sport kaq të bukur dhe paqësor. Nuk ka pse të konfliktohemi me çdo gjë dhe me gjithçka. Përpos kësaj do doja të ngrija një shqetësim tjetër në zonën e Astirit, njësia 14, siç e njihni ju, e cila shtohet për ditë, por vazhdon ende sot mos ketë asnjë çerdhe, asnjë kopësh dhe asnjë shkollë. Një tjetër problem thelbësor në atë zonë është bërë mungesa e parqeve, është bërë mungesa e lulishteve, është një tmerr i vërtet. Për të ngritur një pallat duhen 6 ditë në Astir, çdo ditë del një pallat i ri. Dhe ka një problem tjetër themelor, iku ministri i Brendshëm, që është çështjet e sigurisë në atë zonë. Qofse i ndiqni dhe lajmet dhe kur kapen këto shtëpiat e prostitucioneve, të gjitha i keni atje. Dhe nuk ka asnjë kontroll, si ka mundësi që s'ka kontroll në atë zonë. Është kthyer problem shitja e drogës në atë zonë. Keni gati në çdo 2-3 rrugica, diku shitet kokainë, diku heroin, diku kanabis. Po ndërkohë policia është atje. Si ka mundësi që edhe ku është policia, se nuk ka, atje në çdo rrugicë të del një polica, të del një makinë policie, por ndërkohë droga shitet në masë. Tani gjithë kjo polici në atë zonë, dhe atje vull prostitucioni, vull dhe droga. Tani o e bën policia drogën dhe prostitucionin, ose këtu mbyllin sytë sepse janë të njërit apo tjetrit. Po për familjarët që janë atje, dhe atje ka shumë familje të reja, është kthyer në një problem, në një makt të vërtet. Ndaj do të kërkoja që kuvendi apo ministri i Brendshëm s'është tani këtu, po ta informoni më pas kolegun tuaj që të ndërmerret një mbikëqyrje më e gjerë në zonën e Astirit në lidhje me këtë çështje, sepse është bërë realisht problem dhe për sigurinë e jetës së qytetarëve që jetojnë aty. Unë vetë jam shpesh atje dhe nuk mund të them se sa herë më bjen të kaloj në për rrugë që mban era ashash, por më problematike janë ato qeset që gjehen nëpër tokë të heroinës. Është problem, është e tmerrshme. Ndërkohë gjithë kjo zonë që janë afro 75.000 banor, 70.000 banor, nuk kanë as qerdhen, as kopshtin, as shkollën. Ndërkohë po të shkosh pak më pas, kanë filluar ndërtime pallatesh të tjera, a thu se s'ka mjaftueshëm pallate në Astir. Ndërkohë që e gjithë zona është e mbi ndërtuar, është realisht e mbi ndërtuar. Prandaj do t'ju kërkoja vëmendje për këto çështje, të cilat lidhen me qytetarët. Dhe në përmbyllje për një diskutim që po del kudo sot në lidhje me integrimin, mendoj që ne duhet merremi pak më seriozisht me çështjet që kemi edhe në zonat tona, siç është siguria dhe të gjitha pjesët e tjera, sepse siç thotë raporti i Bashkimit Evropian, ligjet që janë në letra nuk mjaftojnë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duhet të zbatohen. Po, ne kemi ligj kundër korrupsionit, po duhet zbatuar. Ne jo të mbrosh Belindën.
Ne kemi ligj kundër krimit, po duhet zbatuar, jo t'i lëm ata në mes astirit atje të shitet droga sikur përshesin domate. Po, ne kemi ligj kundër vjedhjes, kundër abuzimit, po duhet zbatohet. Prandaj të fillojmë me zbatimin e ligjit dhe mos të kënaqemi se e shkruajtëm. Çështja është ta zbatosh. Faleminderit. Faleminderit, zonja Koçeku, keni fjalën të përgatitet zoti Xhaferaj.